A mundesh më na kujtu momentin e parë kur vendose me hyrë në këtë rrugë të errët të varësisë me substancat narkotike? Po, sigurisht, u ka në kurioziteti, kënjëherë thonë kurioziteti vret, po në këtë rast ashtu ka qenë kurioziteti vret edhe mu ka dëmtu shumë si në anën emocionale, si familjare, si edhe financiare edhe çdo send që mund më dëmtu një njeri të në pikën shpirtërore që dëmtohet një person. Çka ka qenë ndjesia që të ka mungu për me provu diçka siç janë substancat, qoftë marijuana, qoftë tjera? U konë gjithmonë kurioziteti, po mas një kohe për me ardhur të krijohet një tolerancë në trup që ti dush me përdorë që ato për mu konë stabil edhe me funksionuar. Edhe mo është një rrugë pa dalje.